Nuk do e besoni se çfarë i bën trurit, zemrës dhe diabetit nëse çdo ditë hani një kastravec turshi. Të gjithë ata që i dashurojnë turshit nuk e kanë problem të zhyten në një kavanoz edhe me kastraveca të kripur plot me shije. Megjithatë, duke thënë se nuk janë vetëm turshit që i bëjnë mirë trupit, ato janë gjithashtu edhe ushqimet e fermentuara. Prandaj, ato mund të konsumohet me kujdes dhe brenda normës për të rritur vlerat e shëndetit. Ju më siguri po pyesni veten se si kastraveci turshi mund ta bëjë jetën tuaj më të mirë dhe shpjegimi për këtë fakt mund të gjendet në një numër studimesh relativisht të reja që kanë dalë kohët e fundit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në një studim të kryer u gjetën prova të forta që bakteriat që jetojnë në sistemet tona tretëse, të cilat janë të lidhura drejt për së drejti me kimin që sjell në trurin ton. Kjo do të thotë që trilona bakterie mund të kenë efekte të dukshme në shëndet dhe në mirëqenien tonë mendore. Për më tepër, studiuesit zbuluan se të rinj që ëngrën një dietë të pasur me ushqime të fermentuara, të tilla si për shembull kastravec, lëng turshie e të tjera, përjetuan gjithashtu nivele më të ulta të ankthit se ata të cilët nuk konsumuan ushqime të fermentuara. Gjetjet e këtyre dy studimeve mund të lidhen pasi ushqimet e fermentuara janë një burim kryesor i probiotikëve, të cilët ndihmojnë gjithashtu edhe në stimulimin e rritjes së bakterieve të shëndetshme dhe të dobishme, sidomos për shëndetin tuaj të zorëve. Kjo do të thotë se turshit dhe lloje të tjera të ushqimeve të fermentuara mund të bëjnë mrekullinë edhe në balancën e bakterieve të cilat gjenden në sistemet tona edhe në tretje. Kjo nga ana tjetër mund të ketë edhe ndikime mjaft të mira ushqyese edhe gjithashtu në disponimin ton të përgjithshëm dhe gjendjen tonë mendore, sepse tani e dimë që shëndeti i zorëve gjithashtu është thelbësor për shëndetin dhe mirëqenien tonë të përgjithshme, citoi studimi. Duke ngrënë më shumë ushqime të fermentuara, të cilat janë përgatitur vetë në kushte shtëpie, ju mund të rrisni pozitivisht edhe shëndetin tuaj mendor dhe të përmirësoni jetën tuaj shoqërore. Ulëntimi mbi ushqimet e fermentuara tregoi se përdorimi i tyre brenda normës lejuar gjithashtu edhe me kujdesin e duhur dhe ato të përgatitura vetë në shtëpi mund të japin rezultate fantastike në rritjen e vlerave të trupit dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të tij. Turshit të konsumuara çdo ditë mund të jenë një zgjidhje fantastike për të shtuar me patjetër në dietën tuaj të përgjithshme. Ndaj edhe konsumi i tyre në kushte shtëpie mund të jetë një rezultat i mirë për nxitjen e vlerave të shëndetit tuaj. Kastraveci turshi mund të jetë i shijshëm dhe shumë i preferuar nga dashuruesit e turshive ose edhe të ushqimeve të kripura. Kastraveca turshi janë një zgjedhje e përshtatshme për ata që tregojnë kujdes me ushqimin. Ky perceptim vjen si pasojë e vlerave shëndetësore të kastravecave që ruhen gjatë fermentimit. Kastraveca turshi konsiderohen një burim i mirë i probiotikëve dhe përmbajnë antioksidant. Kastravecat kanë shumë ujë në përmbajtjet e tyre dhe pak kalori. Një kastravec i madh përmban më pak se 100 kalori dhe megjithatë ka shumë vlera të larta ushqyese. Nëse i konsumoni të freskëta ose si turshi, kastravecët janë të shëndetshëm. Turshit mund t'i përfshini në sallata ose t'i konsumoni veçmas. Ato janë të mira për shëndetin e kockave dhe të kapilarëve. Një racion me kastraveca turshi mund të ofrojë shumë vitaminë K, sa një racion me kastraveca të freskët. Trupi e përdor vitaminën K gjithashtu edhe për të aktivizuar enzimat që janë përgjegjëse për rritjen dhe zhvillimin e qelizave, por edhe për shëndetin tonë edhe të kockave dhe të kapilarëve. Kjo vitamin luan një rol të rëndësishëm në marrëvajtjen e qarkullimit të gjakut dhe në humbjen e tij. Një kastravec mesatar përmban gjithashtu edhe 72.1 mg vitaminë K ose edhe 58% të bazës ditore të rekomanduar për burrat dhe 80% për gratë. Një racion me feta kastraveci mund të ofrojë 17.1 mikrogram vitaminë K, ndërsa një racion me kastraveca turshi ofron të paktën
60.4 mikrogram. Gjithashtu, kastraveca turshi mund t'jenë më të mirë për shëndetin e tiroides dhe shëndetin e syve. Kastraveca turshi kanë më shumë vitamina A se kastravecat e freskët. Kastravecat e ëmbël në veçanti janë më shumë të pasur me vitamina A. Një racion do të ofrojë 1169 njësi për vitaminën A dhe 39% të dozës rekomanduar ditore për këtë vitaminë. Gjithashtu ajo është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të shtuar në dietën tuaj. Një racion me feta kastraveci turshi ofron 284 njësi të vitaminës A, ndërsa kastravecat e freskët ofrojnë 109 njësi të kësaj vitamine për çdo racion. Vitamina A ndihmon në zhvillimin e qelizave të reja, rregullon funksionet e tiroides dhe ndihmon gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të syve. Për të përgatitur kastraveca turshi në kushte shtëpie duhet të ndiqni këto hapa. Si fillim ju duhen 3 kastraveca të mëdhenj ose rreth 1 kg kastraveca të vegjël, 2 thelpi hudhër, pak majdanoz, një lugë e mesme me krip, një lugë e madhe me uthull, pak limon dhe ujë të vluar. Për këtë recet na duhen 2 kavanoza në madhësi mesatare. Sipas dëshirës, kastravecat nëse janë të mëdhenj i prisni në radhë, në rast se merrni kastraveca të vegjël i lini siç janë. Pasi i keni pastruar për të dyja versionet e madhësive së kastravecit, veproni njësoj. Më pas kastravecave u hedhni hudhër, majdanoz, krip dhe uthull. Pasi të jenë mbushur kavanozi, u hidhni sipër ujin e vluar derisa të mbulohen përbërësit. Më pas secilin prej kavanozave hidhni edhe disa pika limon. Më pas kavanozin e mbyllni fort dhe e lini për 2 ditë në një vend të errët. Pas 2 ditësh e fusni në frigorifer dhe janë gati për konsum sa herë që t'ju marrë malli për këtë ushqim të veçantë. Përveç faktit se kastravecat janë të mirë për hidratim, ka dhe disa arsye të tjera pse duhet i konsumoni ato në mënyrë të rregullt për dietën tuaj. Ulëntimet kanë treguar se lëngu i kastravecave mund të ulë presionin e gjakut për të reduktuar kështu edhe rrezikun e diabetit të tipit 2. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë edhe konsumin e ushqimeve me indeks glicemik, ku përfshihen edhe kastravecat. Indeksi glicemik i të cilave mund të jetë në favor të mirë të shëndetit tuaj. Ndërkaq kastraveci turshi i konsumuar mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë në rast se vuani nga stresi, sepse ndikon në mënyrë të mirë kundër zhvillimit të ankthit dhe problemeve të lukthit. Mbrojtja e lukthit gjithashtu mund të ndikojë edhe te personat të cilët vuajnë nga sëmundjet e diabetit të tipit 2, sepse stabilizon nivelin e hemoglobinës, proteine e cila gjendet edhe në gjak dhe në zor dhe transmeton oksigjen. Kastravecat konsiderohen si një nga 4 perimet më të mira në botë, por nga sasia e kultivimit dhe njihet si një ushqim më i miri për shëndetin e përgjithshëm. Ekziston një dallim i madh në mes të turshive të përgatitura në kushte shtëpie dhe atyre të përpunuara në treg. Në turshit industriale janë të pranishme sulfatet si konservues dhe gjithashtu mund të shkaktojnë vështirësi në frymëmarrje. Nëse turshit industriale kanë shumë uthull, kështu që janë të thata më shumë se turshit shtëpiake dhe nuk kanë kualitet. Nëse konsumohen në sasi të mëdha të turshit industriale me pasterizim në temperaturë të lartë, ngadalësojnë gjithashtu edhe ushqyesit e mëdhenj. Për fat të keq, pjesa më e madhe e turshive industriale janë të pasterizuara dhe nuk këshillohen të jenë zgjedhja juaj e parë. Prandaj nëse doni që të keni më shumë përfitime nga konsumi i kastravecave, sigurohuni t'i konsumoni ato të cilat janë përgatitur vetë në kushte shtëpie. Nëse nuk i hani, pasi të dëgjoni këtë video deri në fund, do të mendoheni 2 herë dhe do t'i keni me patjetër pjesë të dietave tuaja të përgjithshme. Studimet tregojnë se përfshirja e kastravecave turshi, atyre të përgatitura vetë në kushte shtëpie, mund të jenë një zgjidhje fantastike për mbrojtjen e imunitetit, rritjen e vlerave të tij dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve. Kastravecat përmbajnë ujë, pak yndyrë, proteina dhe fibra. Ndaj konsumit të paktën një kastraveci turshi çdo ditë mund të sjellë një sër përfitimesh. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.